Tirana për të dytin sezon kanë ndjekur të njëjtën strategji, gabuan vitin e kaluar, tentuan për herë të parë që të luajnë me futbollistë të rinj, pa emër, duke mbledhur dhe shumë të huaj. Për të dytin vit është për të ardhur keq, sezonin e kaluar Su asgjë vjet. Fare as Sa pak. do ndjekin një strategji, mbijetuan me shumë fat në play-off. E pe, e studiove, çfarë bëri, që të mbijetove, Morën ndonjë mas, analizove gjë. Pasi dolën në këtë përfundime, bërën ndryshime të duar që mos kalo shteti s'po atë rrugë. Jo. Do të thotë problemet mund të jenë mëdha, mbetet për të parë sepse kanë edhe probleme ekonomike, të cilat kanë sjellë dhe bllokimin e merkatos, kështu që e shohin vështirë Tiranën, nuk e di. Nuk di e kjo. Jo di tani vetëm ajo gjë që e panjohuri doli pa pritur. Nëse FSHF-ja do të vëj dorën në zemër si disa sezone më përpara për t'i dhënë në i borç. Ama një zemër është ajo Orion, sa do jetë e madhe ajo. Ka për këtë, ka për atë, kemi zgjedhje gjithandej.